Do më puthesh një qik, ashtu si gjithë të puthesh ti. Të lutem. Qaj e këta gjëra, më? Zikën. Mirë bën. Po s'bëj do të kot. Hajde më puth një qik, ashtu si të zhdi vetëm ti. Po. Ta vëri dhe me rim. Ashtu kam vdekje, ku më ka kokë shu, hajde më puthë qike, kam shumë vdekje shu. Olsi, shikoj njëherë për Zotin. Olsi, mos e bëha të gaf. Ku po shkon, Olsi? Hajde këtu. Hajde. Iku. Kur dalim jashtë do jetojmë bashkë. Normal, më vesh. Si? Po. So fut ai. Nuk është një Apo është stabilizim aty. E zëm, shembun kot. Ajo ka dorë dhe me bak të nga tre. E zëm, sepse jemi një tjetër Nuk e ka të kapacitet Fiori. Ta kesh qartë. Fiori se ka të kapacitet. Se do më thënë që është ka kapacitet? Jo, atë dhe kapacitetin nuk e ka Fiori. Rrit një sekundë. Fiori ka kapacitet të zhurmshëm. Danieli ka shumë karakter të fortë, po tani po zbulohet pak me të vërtet atë që është. Danieli tha që... Edhe që përdori hiperbole në çdo detaj. Po mu, se s'ma kishte qefi, edhe pse disha që ti Unë ta shpjegoj, nuk është nuk ka kapacitet. Ajo ka fiksim kuzhinën, e ka fiksim këto gjërat. Për të bërë destabilizim Fiori s'ka. Ajo për të pas një Okej, në rregull, pastaj i bie që s'kan kapacitet është Jo, destabilizim. Kujdes. Pse ti fiksesh me destabilizim? Ajo ka bërë destabilizim më të madh në këtë shtëpi tani. Tu është cepi im, tu është. Janë dhe 4 cepa të tjera. Nuk është vetëm e jote. Normale. Mund ta mbyllësh bisedën me pikë. Jo, nuk është pikë, po ta shpjegoj. Ti pretendon që Fiori e ka bërë gjitha destabilizim, që unë si Daniel, sa e kam njoh Fiori, nuk e gëzon fuqinë për të bërë destabilizim. Po. Është për të bërë, zhurmë, të një gjë që ajo e shef gabim. Sa do e vogël, sa do e madhe. Mos u ngatro, sepse personi duket më i dobët është më i fortë në këtë shtëpi. Po më duket nuk thash që është i dobët. Sepse po s'krijove destabilizim është i dobët ai person. Sepse nuk di, nuk është aftë të krijojë një destabilizim. Jo, sa është fokus ti ta bën destabilizim. Pare se e ka për ti. Unë për mua, unë për vete si Daniel. Po prandaj, se nuk të arriti ty, po. Ai destabilizon shumë. Ore, unë si Daniel, nuk e di me ju si keni situata lidhje me Fiori, unë basë, si e kam parë nga fillimi deri në fund, Fiori e kam pa një person që është i drejt për drejt, përdorë, do me thonë, pa u shtyp ujti vje e borë zhurmë, a kupto, në qofë se ujti së shtyp, edhe s'ka si gjo, aty do me thonë, është vetëm gjyra, vje edhe bon zhurmë, por kapacitet për të kriju destabilizim, situatë, këtu e ka veç Musa, dhe unë. Ndryshe luan me Lupçen, ndryshe e mban me Lupçen edhe ndryshe e mban me mua. A e kupton? Nese, ai e di shumë mirë se kush është Fiori. Është e diel me Lupçe, çka ke pati nga. Gjithmonë, një sekond. Unë në këtë tavolin ra herë të shifja të ulesh ti. Ti u që gjithmonë një edhe rinj dy bashkë. Po. Këtë javë vjen nominime dhe doni të bëni këtë gjë që dini gjithmonë s'ken. Si s'ken? Duke debatuar. Lupçe, çdo person. Daniel, kur ka pas çift imun, edhe ajo imja ka qenë. Kush debat? Tani më fal një sekondë, ne ishim këtu në tavolinë. Erdhi Ambra me Donën më ula. Çfarë me Erdhi edhe ti. Erdhi Musa. Erdhi edhe ti. Tani çfarë do të thotë? Çfarë mund të ikë atje? Të gjithë kemi rritja zakonisht shumë. Po çka ke? Kush del, nuk është. Jo, problemi jo po flas për ato. Jo, thjesht thot mendimin e tij. Ti mund ta mendosh si të duash, Lupçe, realisht. Por unë tani kam arritur në një fazë si fotini, jam shumë e kënaqur. Unë këtë javë e para një nuk më intereson debati. Në që se lind natyrshëm në atë mënyrë që par Fiori. Qa? Se u kundërvure në atë mënyrë Fiori. Se deri para pak javësh ti dhe Fiori, thoshte Fiori një gjë, për shembull, kjo është blu. Jo, kjo blu. Kjo është e kuqe. Po e kuqe. Edhe thoshte i thoshte ti Fiori, kjo është ujë. Fiori thoshte po kjo është ujë. Qa, më falë, më shpjego pak situatën që parë, se se di për këtë situatë. Ndje, më vërtet na shpjegoj që kësemi kurios. Për ato që bëni vezët. Cilat? Po. Për te vezët që u bëu vezët në omlet që tha Fiori, po unë nuk e ha, s'kam çfarë të bëj. Po, dhe çaj e tha. Kë nuk e ha? Edhe shumë Fiori thash bëje ti vetë. Po, më shpjegoj çik më qartë, një sekond. Sepse unë që parë nuk ta tasim, një sekond të lutem. Një sekond. Që parë ndodhi kjo gjë që thua ti. Fiori në fund më ngeli mua një garuzhe me vezë. Edhe i thash, më ngeli kjo. Të gjitha pjatat ishin shtuar në 2 herë, kishin një e gjys, se cila pjatë. Edhe më tha mua, Fiori, që unë me Fiorin sa herë kam pas në një gjë të natyrës së tillë, unë i kam thënë, me tek fjalë Fiori, jo me mua këto skena. Unë lojën kam zbuluar shumë shpejt Lupçes.
Me mua e kam vërë gjithmonë nuk kapet. Nëse nuk i kam dhënë asgjë për të kapet me mua. E rëndësishme është se cili tjetë i ndërgjeshëm, transparent me vetën e vetë. To i kam pasë në fillim fare. Ajo është e rëndësishme. Se si i kam dhënë tjerëve, se si kam punë me tjerët, është puna ime, sepse unë... Ajo është e rëndësishme, kaq. Se qa për shtypet lashë, unë ty nuk e të shpi. është komplet e dukshme. Gjithse cili, ata mendim që ka pas, në duket se është gënjërin, gatë të gjithë. Edhe unë ja kam thënë vetë në sy këti. është i vetëm person që e ka arrit qëllimin tim, tipin tim edhe bravo i qo që nuk është hapur, se po t'ishte kapur. Po është... Do isha edhe unë deri diku... Ajo që jam hapun, tu brënda, a kupto, me gjithë, ose me një më shumë, me një më pak, a kupto, nuk është që është material kundër me. është bjes loje, që në të lozit. Nuk është fare, për arsye se... Zdo të unë ta fitosh Big Brother-in ti duke dejtë. Jo. Edhe unë do ta fitoj. Duke dejtë, është shumë vërtet. Do lozë, edhe shok në këtë shpikë ka thëmë nuk do ketë. Po kërë kam thënë unë dola si u ishe i keqë në pjesë. Unë lojë unë do të kundreshtoj, sepse unë do ta fitoj. Dalim jashtë, jemi shok si dushti. Do zoti e fiton, Lupçe, do zoti e fiton. Normale, se dhe unë këtë pjesë ka marrë. Lupçe, do zoti... Së këtë unë basko më kotë. O, Lupçe, do zoti e fiton. Po. Ta thëmë sinqerisht. Tezë shumë për parë. Sepse ka raste që lupi nxitohet nga ja. Sepse nuk mund të jetë unë tjetër që ti ka ardhur në deri këtu duke ndenjur.